që në orët e para të mëngjesit është në zhvillim një operacion i madh kundër trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, pastrimit të parave dhe shpërdorimit të detyrës, i udhëhequr nga Drejtoria Hetimore Antimafia e Barit dhe autoritetet shqiptare me ndihmën e Interpol, zyrës e ekspertit për sigurinë në Tiranë dhe policisë shqiptare, me urdhër të Drejtorisë së Distriktit Antimafia të Barit dhe Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë, në koordinimin e Eurojust Hag dhe Drejtorisë Kombëtare Antimafia dhe Antiterrorizëm të Romës, janë lëshuar 52 urdhër arreste në disa qytete, përfshirë Durrës, Vlorë, Fier e të tjerë. Në operacion po marrin pjesë agjentë të BKH-s, policisë dhe antimafias italiane. Sipas disa burimeve, janë përfshirë avokat, biznesmen, policë, zyrtar, si dhe personazhe të botës së krimit. Ndërkohë mësohet se deri tani janë arrestuar 3 persona në Fier, Vlorë dhe Durrës. Burimet thonë se është lëshuar urdhër arrest për Ervis Doçin, i njohur në Durrës si Visi i Pojës, si dhe administratorin e një kompanie udhëtimi, Ligor Çombashi. Po ashtu, urdhra arreste janë dhënë edhe për një avokat në Durrës, Armand Tragaj, për një ishpunonjës policie dhe për një person të identifikuar si Orges Molla. Në orën 10:30 në një konferencë të përbashkët për shtyp mbi detajet e këtij operacioni, do të jetë kreu i SPAK Altin Dumani dhe kryeprokurori i Barit Roberto Rossi, drejtori i antimafias italiane, general Michele Carbone e përfaqësuesi për Eurojust për Italinë, Gianluca Forlani. Operacioni Ura parashikon ekzekutimin e vendimeve për sekuestrimin e pasurive në Shqipëri dhe në Itali, që përfshin pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, me një vlerë prej disa miliona eurosh, si dhe urdhra për arrest me burg, të lëshuara nga gjyqtari jetues i Barit dhe nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë, dhe 52 personave të dyshuar për përfshirje në trafik ndërkombëtar të sasive të mëdha të lëndëve narkotike, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Aktiviteti hetimor, thuhet në një njoftim të Dias, është pjesë e një projekti më të gjerë hetimor të DDA-s së Barit dhe SPAK-ut të Tiranës, me qëllim luftimin e trafikut të pandërprerë ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës, të kontrolluar nga organizatat kriminale shqiptare, të cilat transportojnë sasi të mëdha të këtyre drogave midis Ballkanit, Europës Veriore dhe Pulias.